22 tetori shënon ditën botërore të belgzimit, një ditë që ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin për personat që përballen me këtë rregullim të folurit dhe të nxjisë mirëkuptim, durime për kraje ndaj tyre. Në këtë ditë, profesionistët e fushës së logopedisë theksojnë rëndësinë e mbështetjes emocionale, komunikimit të durueshëm dhe pranimit të çdo personi që belgzon. 22 tetori është një ditë që do më jap gjithë personave durim. Domethënë belgzimi si një rregullim i rrjedhshmërisë në të folun për personin i cili e ka këtë vështirësi, ndoshta vështirësia më e madhe kish më qenë ajo se sa ka bashkëbiseduesi durim që më dëgju deri në fund edhe më pas durim me kujtu fjalët ose rrjedhshmërinë me koordinu të folunin që më u shpreh se qysh edhe na kishim dashur me dëgju atë person. Pra qëllimi jonë është që personat që kanë belgzim mos me u ndjek keq, është një formë ndryshe të shprehunit, edhe personat që dëgjojnë dikon me belgzim me pas durim sa më shumë që me lënë me përfundu ato se çka kam të thonë. Belgzimi është një rregullim dinak sepse është i përkohshëm, i trajtueshëm dhe i kalueshëm, por mund të jetë edhe i rikthyeshëm, thot Gjoka. Belgzimi është një rregullim dinak, unë them, është një rregullim dinak për shkak që është i përkohshëm, është i trajtueshëm edhe i kalueshëm, por shumë shpesh din me qenë edhe i rikthyeshëm. Për këtë arsye i them dinak, mirë belgzimi është një rregullim i cili te i kalohet edhe mundëm me funksionu edhe pa belgzu. Logopedi Gjoka tregoi detaje edhe rreth moshës së fëmijëve, kur është normale belgzimi apo kur kërkohet vlerësim dhe ndërhyrje profesionale nga logopedi. Nëse një fëmijë 3 vjeçar ka me belgzu, është diçka shumë normale për shkak që në atë moshë fëmia është të mundu mi koordinu fjalët me njëra tjetrën, mi rikujtu ato që i ka mësuar të kalunën, mi rikujtu ato që i ka mësuar kohëve të fundit, edhe në këtë rast ka me lind një farlloj belgzimi që është shumë normal dhe i tolerueshëm për atë moshë. Po në moshën shkollore për shembull, kur fëmia mbush 6 vjet edhe ka kriju një farë fjalori shumë të mirë dhe din më shpreh, atëherë nëse belgzimi fillon, nuk duhet injorohet, por duhet përcjellet 3 deri në 6 muaj. Në momentin që kalohet kjo kohë edhe fëmia vazhdon me belgzu ose përkeqësohet gjendja, atëherë duhet me vizitu logopedin. Zbulimi i hershëm dhe përkraja nga familja janë thelbësore për ta ndihmuar fëmijën që të fitojë vetbesim dhe ta përmirësojë të folurin pa presion.